kanë ndikim në vendimarrjen e tyre? Unë mendoj që kishte me qenë ndoshta suksesi më i madh. Edhe ashtu njihet Indonezia si vendi më i madh me numër të popullsisë muslimane në nivel botror, por edhe një fuqi ekonomike në rajon. Dhe njohja nga Indonezia gjithsesi do sillte shumë rezultate edhe tjera. Çfarë mund të përfitojmë edhe ju thatë që ka studentë që studiojnë shumë, a mund kemi shkëmbime në aspektin e arsimit, çfarë mund të tregtojmë më shumë me Malezinë? Ju keni jetuar një dekadë në Malezinë. Kam jetuar dikon 10 vite në Malezi dhe njoh edhe kulturën edhe gjuhën lokale përveç gjuhën angleze që flitet atje. Kultura e popullit edhe është një shembull i mirë për vendin tonë, për shkak se Malezia njihet si vend multireligjios dhe multikulturor. Dhe ajo toleranca, bashkëjetesa mes kombëve dhe feve brenda atij shteti është një model shumë i mirë për studentat tonë që të studiojnë në Malezi. Aktualisht nuk ka një numër të madh studenta për shkak se ata që kanë shku kanë qenë të gjithë të financuar pothuajse të gjithë kanë qenë financuar nga shteti i Malezisë në forma të ndryshme, po shpresojmë që kjo ka me rifillu prap, domethënë ka me pas një fillim të sponsorizimit, përndryshe nëse nuk sponsorizohen nga shteti i Malezisë, është pak e vështirë që të financohet nga Kosova dhe të qëndrohet atje dhe të financohet. A është i kushtueshëm qëndrimi dhe shkollimi atje? Shkollimi është i kushtueshëm, jeta si jetë nuk është jetë e shtrenjtë, ndoshta edhe më e lirë se në Kosovë, por studimet çdo kohë paguhen dhe është një kosto. Në Kosovë ndoshta kishte më qenë vendi më i lirë për të studiuar. Dhe pse pikërisht në periudhën aktuale këto zhvillime, a ka pas edhe më herët raporte të mira me këto dy shtete, apo mund të konsiderojmë që është merite presidentës Osmani, apo ka një rrjedhë të krejt raporteve mes Kosovës dhe këtyre dy shtete? Përkraja nga shteti i Malezisë për Kosovën nuk ka munguar asnjëherë. Është prej vendeve të para, ndoshta zyra ndërlidhëse që janë hapur në Kosovë, thotë e gjashta ka qenë që është hapur në Kosovë. Dhe ekipa mjekëve që kanë hyrë në Kosovë për të ofruar asistencë dhe të merren me punë humanitare, mjekësore, kanë hyrë me popullsinë që kanë ardhur prej refugjatëve, prej Shqipërisë kanë depërtuar drejt në Kosovë. Do thotë janë prej vendeve të para që kanë ofruar ndihmë për Kosovën, edhe në këtë formë. Do të thotë asnjëherë nuk ka munguar përkraja, por me siguri ka qenë një rrjedhë ngjarjeve, por kur është paralajmëruar dhe është thjesht është kërkuar që shkohet vizitohet dhe të kërkohet njohja atëherë heqja viza, atëherë janë heq viza, do thotë është një merit edhe e presidentës Osmani. Ç'a dallon çësia diplomatike e shtetit të Republikës Kosovës karshi këtyre vendeve në Azi dhe tazëm vendeve në kontinente të tjera? Patëm njohje edhe nga Afrika, kemi në vazhdimsi çështje që i diskutojmë edhe për raportet me shtetet e BE-s, shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ka një formë të veçantë të bërit diplomaci me këto vende multikulturore dhe po ashtu të një kontinenti tjetër? Unë nuk mund të flas për këto vende tjera, domethënë çësjet për vende tjera, për shkak se nuk jam i përfshin, mund të flasin dikush prej politikës ose prej zyrës presidentit ose të kryeministrit, por ato që them ka qenë një prej vendeve, Malezia ka qenë një prej vendeve që ka ofruar ndihmë dhe ka qenë prej vendeve të para që ka njohur shtetësinë e Kosovës dhe si shkak i kësaj ka qenë edhe ndërprerja e raporteve diplomatike në nivelin që ka qenë me Serbinë. Për shkak se kur është larguar ambasadori i Malezisë nga Serbia për shkak të njohjes së Kosovës, ata Malezia ka vendosur që të mos kthen më ambasador në vendin dhe ka lënë ambasadën në Beograd pa ambasador. Do thotë ka paguar një kosto, por i ka treguar që ne, do thonë, jemi të vendosur në ato që kemi vendimin të cilin e kemi marrë.